Padyshim, të nderuar të pranishëm, se jeta e vërtet është ajo kur ti e ke zemrën të zbardhume dhe kur ti e ke zemrën të pastërt para Allahut Dhul Xhelal. Besimtari është i gjallë me besimin e tij dhe me imanin e tij, kurse ai tjetri i cili është pa besimtar është i vdekur kur ai kundërshton fjalën e Zotit, kur ai kundërshton ato të cilët Allahu Dhul Xhelal neve na ka urdhëruar dhe na ka mësuar. Çdo herë kur robi Allahu Dhul Xhelal ja kthen shpinën fjalës së Allahu Dhul Xhelal, çdo herë që robi Allahu Dhul Xhelal kundërshton fjalët e krijuesit të tij, padyshim se kur ti e kundërshton fjalën e Zotit dhe kur ti kundërshton ato porositë të cilët kanë ardhur të mëdha të pejgamberit alayhis salam, me çka do të miresh? Ajo me çka do të miresh kur ti e kundërshton fjalën e Zotit, me automatizëm mos e kimu marrën me çka? Me gjunahe, kimu marrë me mëkate. Parat, çdo herë që ti kundërshton dhe ja kthen shpinën fjalës së Allahut Dhul Xhelal, atëherë do të miresh me diçka, e në shumicën e rasteve njerëzit zhyten dhe ngatrohen dhe bëjnë mëkate të cilët ndonjëherë me dije e shumë herë, shumë herë me dije e ndonjëherë edhe pa dije. Padyshim se kur ti vazhdon dhe e haron Allahun Dhul Xhelal, atëherë dhe miresh me këto mëkate dhe me këto gjunahe, ka me të ngushtu dhe ka me të bo siklet jeta jote. Edhe pse nuk do ta keshe fajn as kush, as familja jote nga brenda, as shoqëria jote nga jashtë, por kur njeri haron se është zhyt në mëkate dhe kur njeri haron se ka bo mëkate të cilët nuk ban t'i ban, na jemi njerëzit dhe mund të gabojmë. Dhe na jemi njerëzit dhe s'ka kush prej nesh që s'ka gabu. Hadithi tjetër se më i miri prej nesh është ai i cili do të kthehet, do të pendohet dhe do të kërkon falje te Allahu Dhul Xhelal. Mirë, por derisa ti ja kthen shpinën Allahu Dhul Xhelal dhe miresh me mëkate, atëherë jeta jote do të jetë e ngushtë, ditët e tua kanë me qenë ngushta, edhe ka më ardhur koha kur ti kimi thonë Allahu Dhul Xhelal dhe kimi thonën vetes ja lejteni qaddamtu li hayati. Edhe sikur ti kisha dhënë përparësi edhe pak jetës time, e kisha bohe pak vepra të mira, e kisha bo pak punë të mira. Mirë po, ajo kohë nuk kthehet prapë. Përderisa na jemi në këtë kohë që kemi kohë akoma që të kthehemi asaj çka kërkohet prej neve, si fe, si islam, si besimtar, duhet të kemi parasysh që na mos t'jemi nga ata të cilët jemi zhytur në mëkate, sepse rreziku është shumë i madh. Por atë edhe kur flasmi për rrezikun e mëkateve, mëkatet dhe gjunahet janë rrezik për trupin tënd, janë rrezik për zemrën tënde. Kur themi për trupin tënd dhe për zemrën tënde, padyshim se ai i cili zhytet në gjunahe dhe në mëkate, ja merr Zoti edhe dritën, ja merr edhe nurin prej fytyrës, ja merr edhe nurin edhe nxihet fytyra jote, paraprakisht ka me të nxinje edhe zemra jote. Pra, të nderuar të pranishëm, kjo nxirje dhe ky rrezik nuk vjen përpose nga mëkatet dhe nga gjunahet. Por atë edhe kur na e përkujtojmë të mëhershmën, kur Allahu e mallkoi dhe e largoi nga rahmeti i vet iblisin alayhi lanetullah, cila ishte arsyeja? Arsyeja ishte pra mëkati. Cili ishte arsyeja kur Allahu Dhul Xhelal e shkatroi popullin e Adit? Sepse kur njerëzit e teprojnë mëkate dhe kur njerëzit ngjiten gjunahe, vjen edhe dënimi i Allahut Dhul Xhelal. E tash Allahu Dhul Xhelal në Kur'an i ka përmend disa popuj se si ato kanë qenë të shkatrum. Disa prej tyre kanë qenë të shkatrum me era të forta. Disa Allahu Dhul Xhelal i ka shkatru me zona të trishtueshëm. E disa prej tyre me ujë dhe i ka fundos.
e disa prej tyre i ka fundosën edhe ka praptu kretë atë vend ku kanë jetu ata. Për atë prej tyre e ka shkatru popullin e Adit, arsyeja ishte mëkatet në shoqëri. Ka shkatru popullin e Themudit, arsyeja ka qenë teprimi dhe mëkatet të cilët ata i bënin në shoqëri. Shkatrimi i popullit të Lutit alayhis salam, po ashtu ishte mëkatin dhe mëkatet të cilët ata i banën. Sikur se e dini, te Luti alayhis salam u përhap një gjunah, u përhap një mëkat shumë i madh, ku sot e kësaj dite ai mëkat reklamohet dhe propagandohet në gjithë Evropën edhe në vendet tona mundohet mu bë më legal. Por Allahu Dhul Xhelali përkujton ato popull dhe ato burra kur i thot ja ku i keni gratë dhe martoni me këto gra, ata e refuzojnë këtë fjalë edhe mundohen të bashkohen burra me burra. E kur ti e thën ligjin e Zotit dhe zhytesh në mëkate aq të thella, atëherë pritë shkatrimin dhe pritë dënimin e Allahut Dhul Xhelal. E këtë popull Allahu e shkatroi duke e fundos krejt atë vend edhe e zhyti ndër tokë. Kush ishte arsyeja? Arsyeja ishte se ato e teprun dhe vazhdon me mëkate, ku na sot vetëm se jemi diku i përkujtuar në kalimthi këtë rrezik të madh të gjunaheve. Po ashtu edhe arsyeja që Allahu e fundosi edhe Firaunin edhe ata të cilët ishin me Firaunin, edhe i fundosin në mesin e detit. Arsyeja ishte mengjemallësia dhe mohimi i krijuesit gjithësisë. E shumë popuj të cilët Allahu Dhul Xhelal i përkujton në Kur'an, por edhe vetë historia islame neve na ka përkujtuar për këto popuj të cilët kanë bë mëkate të rënda në shoqëri, e Allahu Dhul Xhelal domethënë i ka shkatru ato popuj. Duke pas parasysh se gjunahet janë ata të cilët kur ti vepron dhe e tepron dhe e tejkalon, atëherë çka pritë edhe atë të cilën e përkujtum, çka quhet edhe dënim. E dënimi çka është? Padyshim se Allahu Dhul Xhelal e përmend dënimin se do të jetë zjarri. Edhe ata kanë me pasën një dënim të trishtueshëm dhe një dënim të rrept. Thot Allahu Dhul Xhelal me një ajet nga ajetet kuranore në surën Nisa, ajeti 14: "Wa man yasi Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin." Ata të cilët kanë bërë mëkat ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit alayhis salam, do të thonë ata të cilët nuk kanë qenë të bindur ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit alayhis salam, e kur s'kan qenë bindur, padyshim se ja kanë kthyer shpinën kësaj fjale të madhe edhe kanë vazhdu. Dhe çka kanë bë? Wa ta'adda hududahu, dhe i kanë tejkalu kufit dhe kanë tepru në mëkate. Allahu Dhul Xhelal thot, këto thot kanë me hinë në zjarr, khalidan fiha, dhe do të qenë për gjithmonë. Wa lahu adhabun muhin, edhe kanë me pasën një dënim të rëndë të Allahu Dhul Xhelal. Të nderuar të pranishëm, sikur se përkujtuam se gjunahat ta bajnë tyje këtë zemër që e ke të bardhë me iman, të nxihet dhe të njolloset. Nuk kemi qef që besimtarit të nxihet këtë zemër. Nuk kemi qef që besimtari ta njollose këtë zemër. Nuk kemi dëshirë që besimtari qete me erë të keqe në zemrën e vetë, edhe pse na të ditë e falenderojmë Allahun Dhul Xhelal që këtij gjunahit dhe këtyre gjunaheve nuk ju ka dhënë as erë, as nuk ju ka dhënë formë. Kjo është prej rahmetit të madh Allahu Dhul Xhelal ndaj nesh si ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Popujt e mëhershëm nuk e kanë pasën këtë privilegj. Popujt e mëhershëm nuk e kanë pasën këtë mirësi. Popujt e mëhershëm kur kanë bërë mëkate natën, i ka dalë mballë mëkati ditën dhe kanë pa krejt popuj se çka ka bërë filani natën. Jo është lexuar mëkati, mballë dhe kanë marrë vesh këtë dynjoja se filani çka ka bërë. Na sot prej rahmetit të madh, sepse je umeti pejgamberit alayhis salam, ka gjasa dikush prej nesh ta bën mëkatin natën edhe çohet sabah, nuk i shkruan mballë. Do të thonë s'ka formë gjunahi. Kjo është rahmeti Allahu Dhul Xhelal. Edhe nuk i ka dhënë erë. Se ti kish dhënë erë, sot unë do të kisha hik për juve, edhe ju kishni hik ndoshta për mua. Pse? Për erës gjunahit.
por nuk ja ka dhënë erën edhe nuk ja ka dhënë formën. Mirë po, gjunohi çka ban? Kur ti e tepron mëkate dhe nuk kthehesh te Allahu dhul xhelal, ta nxin Allahu dhul xhelal këtë zemër. E pejgamberi alayhis salam thotë kullama adhnaba dhanban bani adam nakata fi qalbihi nakatu sauda. Sa herë që biri Ademit ban mëkat, i ngjitet në zemër ka një pikë zezë. E bonën mëngjes një mëkat, një pikë zezë. Edhe një drejk bon 2 pika. Por nëse mashtrosh edhe një mbrëmje bon 3 pika. Mirë po 365 ditë i ka më të moti. Nëse mrenda këtyre 365 ditëve nuk mtekët që ta përmirësosh atë pikë dhe ta fshish dhe vazhdon, bohën 1000 pika. 365 me 3 dalin 1000, të nxihet zemra dhe nuk e ki marrë vesh se të është nxih zemra. Por atë rreziku i mëkateve. Duhesh të kesh kujdes që këtë zemrën tënde, sikur se ta ka dhënë të bardhë Allahu dhul xhelal, ta mbajsh këtë, sepse do vere momenti që duhesh edhe mi adorëzu emanetin Allahu dhul xhelal. Të nderuar të pranishëm, Ademi alayhis salam, pasi që gaboj, sikur se dini rastin, ju pranu taubja te Allahu dhul xhelal për 5 arsye. E para, e pranoi gabimin. E dyta, thënë ulemoja, u pendu për atë që e bani. E treta, e ka qërtu vetën e vetë. E katërta, ka nxitu për të pendu. Që ka kuptimin, çdo kush prej nesh, nëse ka bon, mos e lën, hajtë se ku të vere Ramazani dhe bom, ka me bo pishmanllëk, do të bëj pendime dhe të bëj tobe. Të nxitojsh sa më shpejt, të pendohesh dhe të vazhdosh me punë të hajrit, se nuk të garanton kush deri në Ramazan. Nuk të garanton kush deri nesër, jo deri në Ramazan. Për atë, elementi 4 ka nxitu për të pendu, edhe e 5-ta, thënë ulemoja, Ademi alayhis salam nuk e ka humbur shpresën nga mëshira Allahu dhul xhelal. Normal se edhe na nuk do ta humbim shpresën. Nuk do ta humbim shpresën te rahmeti Allahu dhul xhelal. Mirë po, përderisa ti as që e mendon këtë shpresë të Allahu dhul xhelal dhe vazhdon vazhdimisht, atëre ke kujdes me veten tënde dhe ke kujdes me punët të cilët je duke i bën në shoqëri. Por atë edhe ndërlidhja e kësaj fjale, ndërlidhet me fjalët e shumë sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ato kanë thënë, nuk ka gjuna të vogël duke u këmbëlngulur në ta dhe nuk ka gjuna të madh nëse kërkon falje te Allahu dhul xhelal. E keni parasysh? Domethënë, hajde se gjuna i vogël e vazhdo, hajde se gjuna i vogël e vazhdo, edhe ai gjuna i vogël ku ta shohsh një ditë u ka bën një kodër shumë e madhe. Mirë po, përderisa sahabët e kanë mendu kështu situatën e jetës së tyre që mes me qenë të ngarkuar me mëkate, edhe i kanë thonë këto fjalë, sikurse i përsëritën, nuk ka gjuna të vogël duke u këmbëlngulur ta, edhe nuk ka gjuna të madh nëse kërkon falje te Allahu dhul xhelal. Që ka kuptimin nëse dikush frenesh ka gabu, por edhe nëse është gabimi i madh. Falënderojmë Allahun që shirk që kemi bë Allahut, por ka dikush edhe ka hyrë rrugën e shirkut se ka marrë vesh. Shkon te xhinxhia, shkon te fallxori ku temën do ta ketë hoxha i nderuar. Por në këtë rast ka dikush që është mashtruar dhe ka gabu. Pendimi dhe dera e pendimit është hapur, atëherë s'ka gjuna të madh për tyje se Allahu dhul xhelal ta fal dhe xhito pendohu e te Allahu do të jesh faqe bardh. Edhe ajo pikë zezë nëse u ka ngjit zemër, ka me ta pasru Allahu subhanahu wa taala. Awan ibn Hashab thot, 4 gjona pas gjunohi që më të këqija se sa vetë gjunohi. Na e dimi se gjunohi është i keq, ama ka sende që më të këqija se gjunohi. Ka sende të cilët janë më të rënda se vetë mëkati që e ban personin fjalë. Cilët janë ato gjona? Thot Awan ibn Hashab, e para, kur ti insiston ta. E ki bëj gjunohin, thot, prapë në nesër ta baj. Insistimi është më keq se sa vetë bërja e gjunohit. E dyta, kur ti e nënvlerëson atë. Pastaj ka thonë e treta, kur gëzohesh pasi që e ban atë. Pse ka dikush që gëzohet kur e ban gjunohin? Po na nuk themi se ka që gëzohet, por ka prej tyre që gëzohen. Lavdrohet çka ka bë pranë. I lavdrohet shokit vetë se çfarë gjunohi ka bë pranë. Lëre që ta kam lu Allahu dhul xhelal dhe mëkati ato është i mblum dhe ndër me te dhe Zotit, e ti kur ta shpalosish dhe ta tregosh,
atëherë ku mbetet gabimi? Mbetet te ti. Por atë kur gëzohesh pasi që e bën gjunahin është më keq se sa vetë gjunahi. Edhe pse na e dimi se keq, mirë po mos u gëzo. Pasi që ta ka mblu Zoti, nxito dhe shpejto, kërko pendim dhe kërko falje, që Allahu dhul xhelal të ta fale atë gabim të cilin e ke bën. Se Allahu është falës dhe ai falen. Mirë po çka, mos u gëzo me atë që e ke bën. Edhe i katërti element dhe e katërta punë që ka përmend Awad ibn Hashib është edhe kur mashtrohesh vazhdimisht me mëkate. E ban, ndalesh, prap vazhdon, ndalesh, prap vazhdon, edhe faktikisht mashtrohesh me mëkatin vazhdimisht. Të nderuar të pranishëm, pasi që ki mëkat dhe këto gjunahe jenë të rrezikshme, padyshim se këto kanë edhe pasoja dhe i kanë të metat e tyre, edhe gjunahi, si çdo sen që i ka të metat e veta, ulemaja kanë thonën, edhe vetë ki gjunahe dhe këto gjunahe i kanë pasojat dhe i kanë të metat e veta. Cilët janë ato të meta dhe cilët janë ato të pasoja, të cilët vazhdimisht i kemi përkujtuar dhe i përkujtojnë hoxhallarët. Domethënë, puna e parë nga pasojat e gjunahit kur ti i ban është se fillimisht e ke zemru krijuesin e gjithësisë, e ke zemru Allahun subhanahu wa taala. Kjo është e para. E dyta, kur ti e ke zemru Allahun dhul xhelal, kanë e ke kënaq. E ke kënaqën iblisin, e ke kënaqën shejtanin. Edhe kjo është me automatizëm. E treta, nga pasoja dhe nga tmeta, thënë ulemaja, është se ti me këto gjunahe vetëm se je duke u largu pi xhenetit. A xhenetin Allahu dhul xhelal e ka bërë për tyje, që ta ka dhënë imanin, ta ka dhënë besimin, ta ka dhënë Kur'anin. Pse e njollos këtë iman dhe pse zhytesh në këto mëkate, edhe pse largohesh prej xhenetit? Padyshim se kur i largohesh xhenetit, kujna i afrohesh? Me këto mëkate i afrohesh derës së xhehenemit. E ke ashpërsu veten tënde, kanë thënë ulemaja, kur ti i ke këto mëkate dhe i ki bën këto mëkate. Ashpërsia e vetës tënde bëhet dhe komunikimi jot bëhet më i egër me njerëzit të cilët janë për rreth teje, duke menduar se kreta kanë fajin, por ke harru se fajin kryesor e ki e ti vetë. Me fjalë të tjera, pasoja tjera apo dëmi tjetër i mëkatit, kanë thënë ulemaja, është se ti me këtë vepër e ke fliq edhe zemrën tënde, edhe shpirtin tënd, ku Allahu dhul xhelal ti ka dhënë të pastërt. Sikur se tham, e fliq edhe zemrën, edhe shpirtin, kur ti zhytesh në mëkate. Në këtë rast, a ke lëndu edhe krijesa tjera? Po, i ke lëndu krijesat më të mira të Allahu dhul xhelal, që ato vazhdimisht janë me tyje, edhe mundohen me të mbrojtë tyje, mundohen ka shkon ti që të mbrojnë nga veset dhe nga ata çytet e shejtanit. Kur ti zhytesh dhe bën mëkate, i ke lëndu me laçet e Allahu dhul xhelal, e ata ti e kuri nuk kanë lëndu. Po, i ke lëndu me laçet e Allahu dhul xhelal, ku ato vazhdimisht, nëse ti mundohesh ta bësh një hajër, edhe ta bësh një të mirë, ato kërkojnë istighfar dhe falje për tyje. Edhe sot që ki artin këtë vend, edhe tani që jeti këtë xhami, edhe pse ti dëgjon me laçet janë prezent dhe kërkojnë falje për tyje, pa dijen tënde. Ato kërkojnë të Allahu dhul xhelal istighfar për tyje vetëm se pse ki prezantuar. Por atë mundohu mos ti lëndosh këto krijesa, mundohu mos ti lëndosh me laçet që ato tyje kur se kanë lëndu. Në këtë rast, kur ti bën mëkate, pa më parasysh a bën ditën apo natën, edhe dita, do të dëshmojnë kundra teje, sepse ti ki lëndu ata. Ka marrë momenti, kjo ditë që ta ka dhënë Allahu dhul xhelal, e ti e ki keq përdor, ka me të lip hak, por edhe ajo natë me këtë atë dritë të vetë të hanës dhe me yjet, kanë me qenë kundra teje ditën ku të dalin para Allahu dhul xhelal, sepse ti ke lëndu ata. E mundohu mos ta lëndosh as ditën as natën, sepse na mendojmë vetëm se njerëzit mujmi mi lëndue. Njerëzit i lëndojmë dhe ka mundësi që ti lëndojmë, por mundohu që qesh nga ata mos i lëndosh. E këtë rast mundohu që edhe këto krijesa që Allahu dhul xhelal i ka krijuar për të mirën tënde, mos ti keq përdorish. Në këtë rast ti ki tradhtu të gjithë njerëzit, sepse bëhe sebeb
për paksimin e të mirave të Allahu dhul xhelal me mëkatet dhe me gjunahet e tua. Nga punë tjera që deshëm të përkujtojmë, edhe pse të nderuar të pranishëm, minutazha e hoxhës është 25, rreziku i mëkateve, tema është shumë e madhe. Është shumë e gjatë, edhe jam mundu të nxjerri pika sa më të shkurta në atë kuptimin që dalmi me një përfundim që të kuptojmë se rreziku i mëkateve ku mundet me quhe, domethënë njeriu. Pra, të nderuar të pranishëm, gjunahat apo mëkatet, kanë thënë ulemaja, janë lajmëtari i kufrit, sikurse smuja që bëhet lajmëtari i vdekjes. Kur ti zhytesh në mëkate her pas her, duke filluar nga të voglat e pastaj duke shku me të mëdha, janë isharete dhe janë lajme se ti të shku ka kufri. Edhe duhesh me pasën kujdes, të kthehesh pak, ta ndalish atë ndalesën tënde edhe mos shkosh përpjet se mundësh, Allah i na rujt, dalish për feje dhe se ki marrë vesht. Mundësh të bëhesh qafir dhe se di si e bë qafir. Se kufri, populli jonë thënë, s'ka brina. Por atë duhesh me pasën kujdes, se shejtoni atë kërkon prej teje, me ta nxjerr imani prej zemrës tënde dhe ti dalsh prej kësaj bote naudzubillah pa iman. Në këtë rast, kur ti e ke imanin, dhe ka raste dhe ka momente që ti her pas her kërshit dhe ki gabu, kthehu, pendohu, ka rrugdalje, nuk është vonë asnjëherë. Pse? Sepse jemi njerëz, tham, edhe ka mundësi dikush prej nesh të gabon, mirë po, çka? Kur mëkatet shkojnë rrjedhazi dhe pa ndërprerje, ato janë lajm për kufrin dhe lajmërojnë atë që cilën e kanë përmend dietarët, pra mëkatet dhe gjunahet janë lajmëtari i kufrit, sikurse smuja që është një lajmëtar se ka ardhën vdekja. E shkurtoj edhe 5 minuta. Të nderuar të pranishëm, kur na flasim për dëmet e gjunaheve, nuk jem vetëm ata që na i përkujtojmë janë ala më shumë se ta, po përderisa mu dha lajmi edhe mu se koha vetëm se ka kalu, ti përkujtojmë shpejt edhe disa pasoja apo disa dëme të cilët mëkatet vinë te ti kur ti je aktiv me ato gjunahe. E para, kur ti je zhyt mëkate, ta largon Allah i bereqetin e dijes. Ta largon Allahu dhul xhelal bereqetin e dijes, sepse dija dhe ilmi është dritë dhe është nur, e Allahu dhul xhelal nuk ja jep atij që është i zhytur dhe që është i njollosur. Nuk ta jep Allahu dhul xhelal dritën përderisa ti je i pabindur, përderisa ti e kije këtë njollosje, për atë pasrohu që të vere ki bereqet i madh i Allahu dhul xhelal. Ta pakson Allahu dhul xhelal rrezikun edhe bereqetin. Ta pakson Allahu dhul xhelal rrezikun edhe bereqetin kur ti je me mëkate. Zemra do të fillon të egërsohet, sidomos me ata njerëzit e mirë që i kanë shoqëri. Kur ti je i zhytur në mëkate dhe kur të egërsohet zemra jote, edhe njerëzit e mirë më kanë me të dukën të këqij, edhe çdo kush ka me të dukën i keq, edhe pse ato tyje ta kujtojnë të mirën. Gjunahat të nderuar të pranishëm e bën që me ta dobësu atë vullnetin ta dhe dëshirën tonë për me bo mirë dhe për me qenë bamirës. Edhe s'mundesh me qenë bamirës, së në bëjsh hajrat, së në bëjsh sadaka, së njëp sadaka, sepse gjunahat ta kanë ndërprej dhe ta kanë dalën dhe ta kanë zije atë punë të cilën ti ma herët ndoshta edhe e ki bëhe. Nga punë tjera dhe nga dëmë tjera të cilët t'i bi edhe ma shkurt t'i kaloj disa pika, kanë thënë ulemaja, ti me këto gjunahe, çka ban ma shumëti dhe kanë e hidhron ma shumëti, kanë thënë e hidhron atë të cilën përmendëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj, urejqja e muslimanve ka me qenën ndajteje. Kur ti zhytesh në mëkate, dhe kur ti ban mëkate, edhe vetëm se mëkatet e tuja kanë dalën në shesh, edhe vetëm se besimtarët ti kanë pae mëkatet të cilët ti vazhdimisht je duke i bën, pa më parasysh cilët janë ata. E ata të cilët janë të mëdhoja do të përfshihen në ato 7 pikat e hadithit madh të pejgamberit alayhis salam. A e han mallin e jetimit,
a e merr kamatën, a bën sihr e kështu me radhë, gjitha këto i kemi në shoqëri, po përderisa ti je atëherë çka kime pas urrëqen e muslimanëve ndaj teje. Thot Imam Shafiu rahimullah, çdo kush letruhet nga mallkimi ose prej mallkimit të zemrave të muslimanëve. Ndërsa ai nuk e din se dikush është duke e mallku dhe është duke fol keq për ta dhe nuk e heton. Kur e pyetën Imam Shafiun dhe i thanë si ka mundësia imam të jetë kjo punë, tha Imam Shafiu rahimullah, nuk i përfill urdhnat e Allahut dhul xhelal e Allahu krijon urrëqe në zemrat e besimtarëve. Kur ti si ke punë të mirë me Allahun dhul xhelal dhe kur ti si përfill urdhat e Zotit dhe i thën këto urdhnat Allahut dhul xhelal, atëherë Allahu ka më bëjë që edhe njerëzit ti mes me të përfill, edhe njerëzit mes me të respektue, edhe të njerëzit për ti e kanë me pasën urrëqe, sikurse e përmend edhe vet Imam Shafiu. Puna tjetër nga dëmet të cilët mund të jetë është edhe kanosja e shkatërimeve në tokë, sikurse ka përmend vetë Allahu dhul xhelal në Kur'an, por edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkatrimet në tokë kanë ndodhur në popujt e mëhershëm, sikurse tham, qofshin ato në tokë, qofshin ato në ujë, por na duhet të kemi kujdes, mos jemi nga ata të cilët do ta shkatrojmë veten tonë me dorët e tona. Thot Allahu dhul xhelal, "Dhahara al-fasadu fil birri wal bahri bima kasabat aydin nas", është përhapën fesati dhe është përhapën shkatrimi në tokë nga mëkatet të cilët i bajnë njerëzit me durët e tyre. Pastaj Allahu dhul xhelal për me ja përkujtu njerëzive se nuk jemi na ata të cilët ju bëjmë juve padrejtësi, por ju vetës juve i keni bë padrejtësi. Me një tjetër ajet Allahu dhul xhelal thot: "Wa ma dhallamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun", nuk ishmi na ata të cilët ju banëm atyre padrejtësi, por ata vetës i banën padrejtësi, thot Allahu dhul xhelal. Edhe si pikë fundit o xha, nga rreziku i mëkateve është që të kemi kujdes edhe përfundimin e keq. Sepse rreziku i mëkateve ta bën edhe përfundimin e keq. Nëse ti nuk je nga ata që je pendu dhe nëse nuk je nga ata të cilët ki kërku istighfar te Allahu dhul xhelal. Përfundimi i keq, na çdo herë kemi folën për përfundimin e mirë besimtarit, por ka raste që mund të mendojë edhe që përfundimi i keq. E ku tjetë përfundimi i keq, ti ndoshta do t'ja përkujtosh fjalën la ilaha illallah për rreth tina, ai do të mirret me punët e dënjojës të cilët i kalon anësh, do të mirret me punët jo të mira të cilët i ka pas anësh, edhe do t'i përkujton, edhe nuk do t'ja mundson Allahu dhul xhelal që të shkon me shenja të mira nga kjo botë. Lusim Allahu dhul xhelal që Allahu luçjet tona të na i pranon, ibadetet tona të na i pranon, edhe kërkoj falje për teprimin e fjalëve. O Zot, më bësh halal edhe të na bëni halal për minutazhin të cilët e patëm 25 e unë do shta e bona 35. Zoti është për mbledhje nderoft. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.